unë pajtohe me ato që bese i tha Astriti e konfirmoj pra që Lëvizja nuk ka bloku konstituimin e kuvendit edhe formimin e institucionave. Edhe unë besoj që, sepse ju e tha që opozita ka kalkulu ndryshe, ka dashmi pas zgjedhjet, pra ata qëllimshëm kanë bloku... Po ka mujtë me qitë para aktit krym, sepse i kanë përmend disa emra. Por si kur opozita na kishë qitë para aktit krym, ka qenë kërkesa e jona, sepse në atë kohë kemi qenë në tjera rrethana. Dhe kjo po e konfirmon pra që ata që e kanë penguar konstituimin e kuvendit janë opozita, të cilët vetë se ja kanë humbur sa muaj Kosovës dhe e kanë lënë vendin pa kuvend e para. E dyta, e përmende edhe një element tjetër, që pajtona plotësisht, ta kanë kalkulu dhe kanë besu, kanë dashur mi pas zgjedhjet në dimër, pas zgjedhjeve lokale, edhe unë besoj që këtë e kanë kalkulu, sepse kanë pri që do të kenë rezultate më të mira në zgjedhjet lokale, e edhe në këtë parashikim dështuan, sepse Lëvizja edhe në zgjedhjet lokale performoj më mirë se sa të gjitha partit tjera, dhe e përmendet edhe një element shumë të rëndësishëm që pajtohen plotësisht, tha që në të kalu, kanë, do me thonë, diskutimet janë bo hotele, shpi, pajtona plotësisht, por si që thash edhe në fillim, ka kalu ajo kohë kur janë bërë pazarit në atë mënyrë. Tani ne e dim që jo kryetar të kuvendit, po ka pas edhe zëvendës kryeministra të cilët janë bërë pa pas asë një vot fare, po vetëm pse kanë qenë sekser të koalicioneve ose në kërkim në orë të vona të votave, e dini edhe jo, keni edhe kolegë në mesin tuaj, edhe mire një gjatë me politik, pra e dini si shkon kjo pun. Standardi ri që e ka sjell Lëvizja Vetëvendosje dhe kryeministri Kurti është që përgjithësit të ndohen në bazë të besimit dhe votave që na kanë dhënë qytetarët. Kryeministri Kurti shumë mirë që është në Londër, qysh është marrë Adelina Grajica ditën e zgjedhjes presidentit? Me qenë se përmendet Zoti Gashi... Qysh është marrë Albena Rashitaj? Zoti Gashi i keni pas 56 deputet i keni pas. Zoti Gashi e përmendet që kryeministri Kurti është në Mbretërinë e Bashkuar, ka pas takime të rëndësishme, besoj që po ju gëzohemi të gjithë si shtetë, sepse ka shku edhe ka përfaqësuar Republikën e Kosovës, edhe shumë mirë që i ka pas ato takime, edhe kjo është edhe një diçka tjetër që përsëri e dëshmon se gjithë zhurma që nuk na takon e s'na pret askush është e paqëndrueshme. Për të arritur apo për të bërë përpjekje për koalicion, nuk do të thotë që fizikisht duhet personalisht vetëm kryeministri Kurti të jetë këtu, gjithsesi ai do të jetë dhe do të ketë kohë të diskutoj, e ka bërë të qartë që diskutime ka muaj që kanë ndodhur në mes të personave të ndryshëm, dhe unë jam e bindur edhe mbështes fuqishëm sepse kam pas edhe vetë takime edhe me deputet të caktuar, që para zgjedhjeve lokale në një kohë tjetër qeveria do të ishte tashmë e finalizuar. Por partit që kanë qenë opozit, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, të gjithë të tjerët bashk, nuk kanë pas interes të mundësojnë formimin e qeverisë Kurti. Dhe duke ditur që nuk mund të pamundësojnë në atë kohë formimin e qeverisë Kurti, e kanë vënuar dhe zhagitur konstituimin e kuvendit. Por që thojnë në mes të së keqes del ndonjë e mirë, edhe kjo zhagitje reflektoj me një standard të ri të vendosur nga ana e Lëvizjes, që tashmë ne nuk jemi të mvarur për listës serbe, ashtu siç provonin të na bindin për çdo ditë. Pra edhe aty kemi qenë të sigurt edhe fatmirësisht u konfirmuar. Është standardi i ri i Lëvizjes Vetëvendosje, se po e përmeni vetëm listën serbe. Por aty nuk është vetëm lista serbe, është standard i ri i vendosur nga Lëvizja Vetëvendosje, zgjedhja Dimall Basha është kryetar të kuvendit. Dimall Basha është deputeti i cili... Ju është standard i ri. Dimall Basha është deputeti i cili i ka marrë votat e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës për kryetar të kuvendit. Ju e dini që Lëvizja Vetëvendosje, si që përmendi edhe Ermali, fillimisht ka propozuar zonjen Albulena Haxhiu, gruan më të votuar, e cila nuk i mori votat e deputetëve të partive tjera të LDK-s, PDK-s e kështu me radhë. Pastaj është votuar, dhe më thonë, kemi pas 4-5 propozime radhazi që mos i përsëriti, por gjithsesi, Dimall Basha është deputeti i Lëvizjes, kryetari i kuvendit tashmë, i bërë me shumicën e votave të deputetëve dhe votave të nevojshme.